Moderatorja e njohur Luana Vjollca është surprizuar sërish mëngjesin e sotëm. Dhe po, sërish buqeta të shumta me lule kanë vërshuar në adresë të moderatores. Ditën e sotme Luana ka publikuar një video në Insta Story ku shfaqet duke u përgatitur për të nisur për në punë. Ajo tregon se gjende përballë një muri të madh buqetash me trëndafila të kuq, të cilët ishin aq shumë sa ishte bërë e pamundur të kalonte nëpër korridorin e apartamentit ku banon. Nuk dihet saktësisht se nga kush i ka pranuar këtë herë buqetat, duke lënë sërish mister se kush shihet pas këtyre dhuratave. Kisha dhe qese dhe raqe në përduar. Do dorëzova se si e keni menduar për shembull. Ku të kaloj unë këtu? unë si të kaloj për t'i në punë? Se këtu s'ka si vend për të edhe as një hapë. Nuk di. Ora, amore. Për 1 minutë jam aty. Prisë, unë kam një tjetër problem, nuk vi dot. Pse? Se nuk kam ku kaloj. Jeta ime ti? Urja, na pikë të drita. Nuk kam ku kaloj.